Ministri i Financave Petrit Malaj njoftoi se fondet e IPARD për bujqësinë mund të zhbllokohen vitin tjetër, pas pezullimit që u bë rreth 2 vite më parë, sepse zyra evropiane kundër mashtrimit gjeti shkelje në përdorimin e tyre. Kjo temë nxiti debate në komision mes përfaqësuesve të opozitës dhe ministrit. Komisioni Evropian, nëpërmjet DG Agri, ka lënë disa rekomandime për disa nga praktikat të cilat kishin pa rregullsi dhe deri në fund të këtij viti do të përmbushen këto masa, të cilat pasaj do t'i hapin qeverisë mundësinë për të hyrë në diskutime me Komisionin Evropian në mënyrë që të çelet programi IPARD 3. Si mund ta quani histori suksesi? Nëse ju gënjeni apta, zoti ministër, për një çështje që e din të gjithë, e kanë marrë vesh të gjithë, na ka thënë Komisioni Evropian, ka një dosje të madhe në SPAK në lidhje me këto abuzime, zoti ministër. Nëse ju gënjeni aptas mbi këtë gjë, si mund t'ju besojmë ne për çdo gjë tjetër që ju do thoni për atë që të ndodhi në të ardhmen, zoti ministër? Ministri u ndal edhe te skema e pensioneve, duke theksuar se ajo do të reformohet më tej gjatë vitit tjetër, kur do të ketë propozime konkrete për ndryshimin e saj. Qeveria vitin e kaluar ka filluar një proces për të bërë një vlerësim të sistemit aktual të pensioneve, procesi i cili po bëhet me ekspert ndërkombëtar, të cilët janë duke bërë një vlerësim se sa e qëndrueshme është skema, dhe që unë besoj që deri në fillim të vitit që vjen do të vinë me propozime konkrete për mënyrën se si duhet të riorganizohet skema e pensioneve. Gjatë raportimit në Komisionin e Ekonomisë, Petrit Malaj deklaroi se do të ketë edhe një ndryshim të politikës së ndjekur deri më sot nga qeveria me përjashtime tatimore, duke nënvizuar se ato do të rishikohen dhe se deri në 2030 do të hiqen duke bërë një parafrim me direktivat e BE-s.